Një anakonde gjibande shfaqet në një kantier ndërtimi, por diçka tmerrsisht e gabuar po ndodh me të. Ajo lëviz me vështirësi ndërsa një fryrje e panatyrshme në trupin e saj tregon se ka gëlltitur diçka që po e vret nga brenda. Kur veterinerja vendos të hap kafshën mes xhungullës, ajo që gjen brenda i lë të gjithë pa fjalë. Si përfundoi ky objekt njerëzor në stomakun e bishës? Ishte një gabim i punëtorëve që përpaksa nuk i kushtoi jetën kësaj mbretëreshe të Amazonës? Qëndroni me ne për të parë operacionin e pabesueshëm që u krye në mes të baltës dhe rrezikut. Kur një anakondë gjigande shfaqet në një kantier ndërtimi, punëtorët mund të përcaktojnë shpejt se diçka nuk shkon me të. Ajo po lëviz jashtëzakonisht ngadalë dhe ka një fryrje gjigande të panatyrshme në trupin e saj. Kur një veterinere e hapi kafshën, duke zbuluar se çfarë po e shkaktonte fryrjen, askush nuk mund ta besonte. Si e gjeti gjarpri këtë gjë kaq thellë në pyllin tropikal? Kur punëtorët thirrën veterinerin përsëri, ai vendosi që të vinte menjëherë drejt tyre. Ky gjarpër duhej hapur, sepse padyshim kishte diçka në stomakun e tij që nuk duhej të ishte aty. Kur veterineri më në fund mbërriti, ai e qetësoi shpejt anakondën gjigande, e cila tashmë ishte pothuajse pa jetë. Kur veterineri hapi me kujdes fryrjen e madhe në trupin e gjarprit, përmbajtja u shfaq menjëherë dhe të gjithëve u ra mjekra në dysheme. Por a arriti veterineri në kohë për ta shpëtuar gjarprin? Çfarë gjetën brenda tij? Dhe pse veterineri u hapita aq shumë nga kjo? Para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende dhe shtypni atë zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Prej disa muajsh tashmë, ndërtimi i një rruge të re në Amazon ka vazhduar. Punëtorët kanë punuar fort për të siguruar që kjo rrugë e re të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur. Por kjo nuk ka qenë lehtë. Ka qenë një proces i ngadalt dhe i vështirë deri më tani. Pasi dërgimi i materialeve në kantier ka qenë një sfidë për shkak të mungesës së kamionëve të disponueshëm dhe rreziqet e vazhdueshme të pyllit tropikal gjithashtu e kanë ngadalësuar procesin. Punëtorët janë shumë prapa me orarin. Ata filluan të shqetësohen sepse punëdhënësi i tyre po kërcënon të marrë masa nëse nuk e përfundojnë punën në kohë. Ata nuk mund të përballonin më ngadalësime. Shefi i tyre u dha një ultimatum deri në fund të muajit ose do të pushoheshin nga puna. Kështu, ata vendosën të punonin edhe më fort se më parë, por nuk e dinin se do të përballeshin me një tjetër pengesë të madhe. Kur punëtorët po pastronin shtegun ku do të shtrohej asfaltimi, njëri prej tyre papritmas kërceu prapa. Ai kishte parë diçka të dilte nga vegjetacioni që e trembi shumë. Ishte një anakondë, por jo çfarëdo anakonde, më e madhe që kishin parë ndonjëherë. Ajo kaloi ngadalë në fund të hapësirës që sapo kishin pastruar, por vendosi të qëndronte aty. Punëtorët ishin të trembur dhe të eksituar në të njëjtën kohë. Çfarë duhej të bënin? Punëtorët shpresonin që ajo të kalonte shpejt që të vazhdonin punën, por dukej sikur gjarpri ishte ngadalt. Pastaj, një nga punëtorët papritmas pa se çfarë mund të ishte shkaku i këtij problemi për gjarprin. Ata tashmë e vunë re se kafsha po lëviz disi ngadalë. Por pse po lëvizte gjarpri ashtu? Kur anakonda gjigande ishte pothuajse gjysmë jashtë zekurave, një fryrje gjigande mund të shihej në trupin e saj. Punëtorët mezi u besonin syve. Nuk kishin parë ndonjëherë diçka të tillë më parë. Duhej të merreshin masa. Me gjarprin tashmë të pozicionuar fort në vendin ku duhej të punohej, punëtorët e dinin se duhej të bënin diçka. Por endonse e dinin këtë, ishin edhe shumë të trembur në të njëjtën kohë. Atëherë njëri nga punëtorët ju afrua gjarprit. Jo, bërtitën punëtorët e tjerë. Ata e paralajmëruan kolegun e tyre se gjarpri mund të vepronte agresiv në këtë gjendje, pasi po e përpiqet të mbrohet nëse ndihet të kërcënuar. Kështu punëtorët gjetën një zgjidhje tjetër. Ata vendosën që duhej të thirrën dikë dhe të kontaktojnë me veterinerin më të afërt të kafshëve. Kur telefonata me veterinerin përfundoi, punëtori që e thirri reagoi të tronditur plotësisht. Veterineri tha se gjarpri mund të ishte shtatzën dhe po përgatitej të lëshonte vezët e saj aty në mes të rrugës ku ata po punonin. Për të siguruar nëse ishte ky rasti, veterineri u dha punëtorëve një detyrë të rrezikshme. Ajo i ngarkoi punëtorët të përpiqeshin të kuptonin ku ndodhej fryrja. Për të bërë këtë, gjarpri duhej të shtrihej pak, pasi tashmë është pothuajse krushpul. Shumica e punëtorëve hezituan nëse duhej të bënin vërtet këtë. Po nëse gjarpri i sulmonte? Atëherë njëri prej tyre mori kontrollin e situatës. Punëtori i guximshëm vendosi që ai vetë të pozicionohej në vendin më të rrezikshëm për të siguruar që të tjerët të ishin të sigurt. Pastaj, dy punëtorë të tjerë trimas vendosën që të tërhiqnin bishtin e gjarprit për të provuar ta shtrinin atë. Fati ishte në anën e tyre gjatë kësaj pune.
Koka është mjaft larg nga fundi i bishtit, kështu që shanset që ai t'i kafshojë janë të vogla, zadonesht me atë ngadalësi që gjarpri po lëvizte më parë. Por ata ende nuk donin të rrezikonin, kështu që morën masa shtesë sigurie. Dy burrat u përpoqën të pajiseshin me materialet më të fortë që mund të gjenin, ndërsa një punëtor tjetër u bashkua atë për të shpërqendruar gjarprin nëse ishte e nevojshme. Me plumb në këpucët e tyre, dy merë kapën bishtin e gjarprit. Të gjithë punëtorët mbanin frymën, duke shpresuar se gjithçka do të shkonte sipas planit. Por nuk kishte asgjë për t'u shqetësuar, pasi gjarpri nuk bëri asnjë rezistencë dhe e la veten të shtrihej pothuajse plotësisht. Po bëhej gjithnjë më e qartë se çfarë nuk shkonte fare me këtë kafsh. Tani punëtorët mund të shihnin ku ndodhej fryrja në trup dhe thirrën veterinerin për të raportuar gjetjen e tyre. Punëtorët ishin kurioz për atë që duhej të bënin më pas, pasi nuk kishin parë ndonjëherë gjarprin duke lëshuar vezë më parë. Por toni i veterinerit ndryshoi menjëherë kur dëgjoi se ku ishte fryrja. Nëse fryrja do të ishte për shkak të vezëve, ajo do të ishte shumë më pas në trup. Fryrja ndodhet rreth fillimit të stomakut, që do të thotë se është diçka që lachmërisht nuk do të mund të hynte në trupin e gjarprit normalisht. Por çfarë mund të kishte brenda këtij gjarpri? Gjarpri padyshim kishte gëlltitur diçka që nuk duhej dhe ndoshta kërkonte operacion menjëhershëm nëse do të mbijetonte. Nuk kishte kohë për të humbur. Por punëtorët nuk dinin çfarë të bënin. Kështu ata e pyetën veterinerin se çfarë duhej të bënin. A vjen ajo tek ata apo duhet t'ia shqonin atë gjarprin asaj? Ata shpresonin për opsionin e parë, por që veterineria të arrinte në vendodhjen e punëtorëve ishte një sfidë në vete, sepse ajo nuk e dinte vendodhjen e saktë të gjarprit dhe punëtorëve. Përveç kësaj, ishte edhe ora e pikut, kështu që ajo ndoshta do të bllokohej në trafik, por duhet të arrinte atje sa më shpejt të ishte e mundur për t'i dhënë gjarprit mundësinë më të mirë të mbjetesës. Një nga punëtorët propozoi ta merrte atë, por kjo do të sjaste shumë. Por kishte ende njerëz në magazinën e kompanisë që e dinin saktësisht vendodhjen e punëtorëve dhe se si të shkonin atje. Kështu veterineria vendosi të vizitonte magazinën e kompanisë. Pasi shpjegoi situatën, një menaxher ishte i gatshëm ta ndihmonte dhe ata do të përdonin xhipin e tij për terren të vështirë për të kaluar në përpyllin tropikal, gjë që nuk është kurrë e lehtë. Veterineria përjetoi një udhëtim të vërtet ferri. Udhëtimi zgjati rreth 3 orë në total. Një udhëtim gjatë të cilit veterineria kishte menduar shumë herë nëse jeta e këtij gjarpri vlente të humbiste një ditë të tërë, plus kafshët e tjera në nevojë që mund të kishin pasur nevojë për ndihmën e saj, por ajo kishte marrë një vendim që duhej ta çonte deri në fund. Çfarë mendoni se ka gëlltitur anakonda gjigante? Një kafshë tjetër apo diçka të lënë nga njerëzit? Na jepni parashikimet tuaja në komente dhe mos harroni të bëni like videon dhe subscribe kanalin ton për të mos humbur asnjë histori të tillë. Pas 3 orësh, ajo arriti te gjarpri dhe kur më në fund mundi ta shihte gjarprin me sytë e saj, e diti menjëherë se ja vlente gjithë kjo përpjekje. Në kantier, edhe punëtorët po luftonin me kohën që duhej të prisnin doktorin. Frika e tyre u bë realitet. Gjarpri nuk kishte ndërmend të qëndronte në vendin e tij aktual. Ai priti mjaftueshëm kohë dhe po përpiqej të lëvizte përsëri. Punëtorët nuk dinin çfarë të bënin më pas. Disa punëtorë donin thjesht ta linin të ikte, pasi kjo do të thoshte se më në fund mund të vazhdonin punën. Pse po kujdeseshin aq shumë për një gjarpër në radhë të parë? Ishte thjesht një kafshë. Ata donin të vazhdonin të bënin punën e tyre, pasi donin të siguroheshin që të mbaronin para afatit të tyre. Por nuk kishte shumë konsensus në të gjithë grupin e punëtorëve. Të tjerët i kishin marrë për zemër fjalët e doktoreshës dhe e dinin se nëse e linin gjarprin të ikte tani, ai sigurisht do të vdiste. Për fat mirë për gjarprin dhe doktoreshën, ky grup ishte në shumicë dërmuese. Gjarpri ende po lëvizte ngadalë, kështu që punëtorët e bllokuan rrugën e tij drejt xhunglës me fletë metalike që kishin sjellë si pajisje. Ata nuk mundën ta mbyllnin plotësisht dhe u desh të vazhdonin të lëviznin metalin për të parandaluar arratisjen e tij. Gjarpri u bë gjithnjë më i irrituar, duke i detyruar punëtorët të qëndronin vigjilent. Dyshimi u rit. A ishte ky vendimi i duhur? Edhe të dobësuar, një gjarpër i kësaj madhësie mund të vriste nëse godiste. Ata duhet besonin në njëri tjetrin. Ajo që filloi si mosmarrveshje u kthyre në puntim. Edhe ata që kishin dashur ta linin të ikte, ndërhyn për të ndihmuar. Kur veterineria më në fund mbërriti, gjarpri ishte ende i mbajtur në vend, por ai po bëhej më agresiv me kalimin e minutave. Gjarpri nuk u përpoq të shtynte barierat metalike. Në vend, ai u hodh drejt punëtorëve që i mbanin ato. Disa burra merse i shpëtuan goditjes dhe frika u përhap në grup. Disa punëtorë lëshuan metalin dhe u tërhoqën. Veterineria kuptoi se kishte vetëm një mundësi, qetësimin. Ishte e rrezikshme.
Duke pasur gjendjen e gjarprit, kishte një çans se ai nuk do të mbijetonte nga qetësuesi. Gjithashtu, forca dhe agresiviteti i tij sugjeronin se kishte ende qëndrueshmëri. Ajo vendosi të vepronte. Duke pritur momentin e duhur, ajo u afrua me kujdes kur gjarpri ktheu kokën mjenas. Me saktësi të shpejtë, ajo injektoi qetësuesin në pjesën e shpinës së tij. Ata u tërhoqën pas dhe vëzhguan. Brenda pak minutash, lëvizjet e tij ngadalësuan. Veterineria administroi dozat shtesë që kërkoheshin për një gjarpër të kësaj madhësie. Përfundimisht, ai mbeti plotësisht i palëvizshëm. Të raskapitur, disa punëtorë u ranë në gjunjë. Rreziku ishte kaluar për momentin. Tani veterineria mund të fokusohej më në fund në fryrjen e madhe në trupin e gjarprit. Ajo mori çantën e saj kirurgjikale nga xhipi dhe ekzaminoi shpejt kafshën. Vetëm me anë të prekjes, ajo konfirmoi se objekti ishte bllokuar pranë hyrjes së stomakut, diçka e gëlltitur e plot dhe i pamundur për të tretur. Nuk kishte alternativë, ajo duhej të operonte. Kryerja e operacionit në pyllin tropikal mbarti rreziqe të dukshme, por lënia e objektit brenda garantonte vdekjen e gjarprit. Me duar të qëndrueshme, ajo preu me kujdes përgjatë fryrjes. Stres pas shtrese, ajo punoi nëpër shtresat e lëkurës dhe muskujve, derisa të zbulohej burimi. Nuk ishte ajo që priste askush. Nga brenda gjarprit doli një kuti e vogël plastike. Veterineria e vëzhgoi atë, i konfuzuar. Punëtorët e njohën menjëherë se ishte kutia ftohse e tyre, ena ku ata ruanin ushqimet që prishej. Mishi brenda ishte prishur dhe për shkak të erës, ata e linin jashtë kamionit. Gjarpri duhet ta ketë ndier erën dhe e ngatruar me pren, duke e gëlltitur të plot. Plastika e ngërt pak nuk e kishte vrarë atë. Kuptimi i kësaj rëndoi shumë në punëtorët. Neglizhencia e tyre e kishte shkaktuar këtë. Me kutinë ftohse të hequr, veterineria qept pritjen me kujdes. Ndërsa mbyllte plagën, ajo mbolli një çip gjurmues për të monitoruar shërimin dhe lëvizjen e gjarprit. Kur gjithçka u mbarua, ata administruan agentin e kthimit nga narkotikët. Pas pak minutash të tensionuara, gjarpri filloi të lëvizte. Në fillim, ai duke i disorientuar, por gradualisht lëvizjet e tij forcuan. Pastaj, pa një shenjë tjetër agresiviteti, ai rrshkajti përsëri në pyll, më shpejt dhe më i qëndrueshëm se më parë. Pasi gjarpri u zhduk përsëri në pyll, veterineria s'mbeti edhe një gjë tjetër që duhej të bënte. Ajo falenderoi punëtorët për efortin e tyre të jashtëzakonshëm për të mbajtur gjarprin dhe veten e tyre të sigurt. Pas kësaj, ajo u kthye në qytet ku kishte më shumë pacientë që e prisnin. Për të siguruar se gjarpri ishte mirë, veterineria bëri një gjë të fundit. Ajo monitoroi sjelljen e gjarprit nëpërmjet çipit që mbolli. Gjarpri po sillet krejtësisht normalisht dhe veterineria mund të thotë me besim se operacioni ka qenë një sukses. Ajo e shpëtoi jetën e kafshës.